Njerëz, për 2 orë kam ditëlindjen, mbush 21 vjeç. Kur ta postoj këtë unë ke mbushur që kështu mund të muroni. Dhe ky është outfiti që kam zgjedhur për këtë natë speciale. E kam bler ka 1 muaj ose 2 dhe nuk e kam veshur për ta ruajtur për këtë datë. Është nga Pucci, e kam kombinuar me këtë çantën nga Chaneli dhe jam gati për të ëngër darkën e ditëlindjes në Santorini. Dhe marr me vete. Okej, dalim shpejt e shpejt nga hoteli, kontrollojmë edhe lukun nëse jemi në rregull dhe vazhdojmë tek Roka. Kishim rezervimin në orën 10:30 tek restoranti. Na pëlqeu shumë vibe dhe ushqimi, 10 nga 10. Ndërkohë ky është viti im i parë që po e festoj ditëlindjen jashtë shtetit, se zakonisht e festoj në Shqipëri, por kësaj radhe ishte ndryshe, diçka më e veçantë. Erdhi momenti i tortës, ora shënoi 12:00 dhe unë u bëra një vit më e madhe. Sot kam mbushur plot 21 vjeç. Jam shumë grateful për çdo gjë që kam në këtë jetë dhe për gjitha gjërat që do më presin. Inshallah në vitet në vazhdim. Okej, mos ja vini re se nuk ishim tort, u sajuam aty me një keke dhe me këtë lule shtrydhen tek restoranti, por që kishte lezetin e vet, unë e shijova në maksimum dhe presurime. Me që në protest nuk shkojmë dot sepse kam ditëlindjen, sot e kam menduar temën e ditëlindjes për flamingot në ngjyrë roz që ta bëjmë bukur fare. Okej, do ju tregoj pak dekorin në ambientet e jashtme tek pishina. A i keni marrë vesh lajmet e fundit? Hati ditëlindja 21 dhe le të festojmë një fest ikonike, siç më shkon. Normalisht një tavolinë për koktelin ku do presim të ftuarit para se të futemi tek tavolina gjigande e madhe. Born to be an absolute iconic diva që në 2005. Tani welcome to Hati comment section. Tani kemi disa komente tipike, nga ato komente që më bëni ju në TikTok. Siç mund ta shikoni, janë shumë ironike, nëse rini ta kuptoni. Ktu kemi edhe një photo booth për të bërë foto me të ftuarit, edhe një boss lady siç jam vet. Pasi e printuam foton, tani do e ngjisim te ky albumi me kujtime nga ditëlindja dhe unë do jem në faqen e parë. O, sa cute. Tani këtu do ndodhe gjithë magjia. Shikoni pak se sa bukur është dekoruar ambienti për ditëlindjen time. Siç jeta ime është vetëm look, sot kam zgjedhur për dekorin vetëm luxury events, edhe ma ka qarë. Për të gjitha detajet kam menduar luxury events dhe kanë dalë të gjitha në mënyrë perfekte. Kjo rozja ka që bukur, moderne, nuk e di detajet, çdo gjë në mënyrë perfekte. Le të filloj festa. Un aplauso pa mami y papi, porque en verdad rompieron. Gracias mami por parimaki. Njerëz, sot do bëjmë një after birthday party këtu në Shqipëri tek Olea Glass Hall. Jam bërë gati, do shkoj të vishem dhe do vazhdoj festa e ditëlindjes. Mezi po pres. Këtu do ndodh magjia, por ne do parkojmë makinën si fillim. Erdhëm brenda tek ambientet e Olea Glass Hall sepse do ndrohemi këtu, të jemi sa më komode, kemi bërë dhe make-upin gati. Nuk kisha fjalë për ambientin që zgjodha për të festuar ditëlindjen time, së bashku me dekorin u bë një super kombinim ku të gjithë të ftuarit e dashuruan dhe kemi bërë një super aheng sepse salla ishte shumë e madhe ku mund kërcenim të këndonim pa merak fare. Olea ka kapacitet për shumë persona, ama ne menaxhuam në mënyrë perfekte dhe arritëm të mblidhnim të gjithë njerëzit në pistë të kërcenin dhe të dukej vendi full. Unë isha gjatë gjithë kohës tek pista e kërcimit dhe nuk pata mundësi të haja dhe aq shumë nga ushqimet e Oleas, por të ftuarat e mia ma kanë lavdruar ushqimin dhe kjo është gjë më e mirë që mund të marrë një vajzë që po organizon eventin e saj. Me shumë mundësi edhe kur të bëj dasmën time do e festoj po prap te Olea dhe do ju ftoj të shikoni këto pamje dhe këto momente nga ditëlindja.